vetë. Që ajo që është e qartë si pas mejo që nuk po duket që ka zell nga Zoti Kurti për zonjën Osmani. Pra, kur Zoti Kurti ka dash me bo zonjën Osmani presidente para 5 vjetëve, a i se ka pritas zjedhjet, ka thonë unë jam për kryeministër, zonja Osmani është për presidente. Ato që po e shohmi sot, është që nuk po i ngutit Zotit Kurti, po viziton ekspozita, po viziton aktivitete kulturore, nuk po flet për zonjën Osmani. Ende asnjë eksponent i lëvizjeve të vendosje nuk ka thonë që zonja Osmani është kandidate e jonja. E dyta që është edhe pak më më rëndësi, si pas me e është që edhe vetë partijas guxos po e thot. Unë ende nuk ndi eksponent të partijës guxo me thonë që s'paku 6 deputet ose 7 tant, brenda shumicës ose brenda lëvizjeve të vendosjes jena për Vjosa Osmani. Tash, mendoj që me gjitha to është e vërtet që ka pas raportet të cilët ato nuk i kanë pas shumë mira me një kohë, Bigjozi Malas, mujt e fundit e kemi pa një ri për afrim të zonjës Osmani ka lëvizjave të vendosje, po jo vetëm nga lëvizjave të vendosje. Unë mendoj që e këto e pamë edhe sot nga një përplasje, nëse mund të quajmë kështu me disni gazetari gjerman dhe presidencës, ku mendoj që disa çështje që i ngrit gazetari gjerman nuk janë krejt palidhe për diskutim. Cilat janë ato? Është e vërtet që ne kemi pa zonjën Osmani, e cila vazhdimisht tenton të paraqitet si kur kandidate e afërt e administratës Trump. Pra, jo vetëm tashmë edhe me hyrje në bord. Politika është belg, legjitime. Jo, është një gjë, është politik, dakord. Por tash duhet me kuptu një gjë. A është zonja Osmani realisht e preferuar e administratës Trump? A është zonja Osmani ajo e cila po përpiqet që të paraqitet se e preferuar e administratës Trump për me marrë bekimin edhe mbështetjen e lëvizjeve të vendosje? Sepse hyrja në bordin e paqes nuk po shohim që ka përkrahje nga Zoti Kurti. Heshtje total. Se ka kundërshtuar, pra ka fol. Regjia Letma Xhevidën që ka fol për deklaratën nëse s'ka bëjë të premtën e kaluar. Se ka përkrah. E dyta, ka një farë parafrimi sipas meje të zonjës Osmani që e kemi pa një raport pak ma tafërt me Zotin Edi Rama, që e kemi parë. Që s'jam shumë i bindur që i pëlqen Zotit Kurti. Tash, apo kupton. Tash, një çështje është që çfarë interese mund të ketë, a ka ende interes Zoti Kurti nga një presidenti si Vjosa Osmani? A ka sot ende interes ta ketë zonjën Osmani në presidencë, në proceset e ardhshme që e presin Kosovën, apo e ka më shumë interes që mos ta ketë zonjën Osmani? A ka interes ta ketë kundërshtar? E dyta, po te kundërshtar po vite. A ka edhe interes ta ketë kundërshtar, po doli për presidentes dhe ta ketë kundërshtare politike, dhe Vjosa Osmani nuk është një figurë e parëndësishme politike në Kosovë. Unë mendoj që këtë studio disa herë kena bisedu që ne ende nuk e kemi pa Zotin Kurti në përsëri në rivalitet me zonjën Osmani. E kemi pa në 2019, në aso kur ishte kandidate e LDK-s, prej atëherët nuk e kemi pa. Sa i bën dëm elektoral zonja Osmani, Zotit Kurti, unë mendoj që një dëm ja bën, po ja bën edhe LDK-s. Në këtë drejtim, a mund sot kemi më shumë, a mund të ketë lëvizjeve të vendosjes sot, edhe Zoti Kurti më shumë interes nga një president që do të vinde nga një marrëveshje me LDK-n e Lumir Abdigjikut. E cila, po thamë, na jena këtu për me bo analizë dhe supozime, e cila do të krijonte ndashta një 80 në parlament, do të asiguronte, ndashta edhe LDK-ja e Zotit Abdigjiku ka interes tashmë pak me hek zonjën Osmani nga presidenca. Po thamë opcioni B. Opcioni A është që po thonë jo që zonja Osmani do me dhone ta paka shumë rizjedhet kryetare me impulsin e administratës Trump, edhe Zoti Kurti do ta mbështeste. Por konsiderojmë dhe LDK-ja në kuvend do ta bënte kforumin së kur herën para 5 vjetë. Kjo është opcioni A. Opcioni B, a mund ta kemi ma shumë interes nga një marrëveshje midis vetë vendosjes dhe LDK-s së Zotit Abdigjiku për një president, e cila thonjza, siç ka thonë zonja Osmani, do ta heshte qafe, sa jo e ka përdorur që këtë shprehje. Dhe për LDK-n do të ishte mirë se do ta bënte edhe për Zotin Kurti mbase një president qof pak sikur Edi Rama në Shqipëri, që nuk do të kishte shumë ndikim. Edhe krejt fund nëse ma leja 30 sekunda, plani C sipas meje, i cili po përflitet, që gjithashtu është supozim, a mund të kemi një kandidat krejt tjetër, për shembull dikush që shpeshherë mendohet që do të vinte nga simbolika e familjes jashare, i cili për Zotin Kurti do ta krijonte një kredit patriotik brenda në Kosovë, por edhe te bashkësia ndërkombëtare do ta bënte Zoti Kurti pak më të pranueshëm, le ta themi këtu, me bashkësinë ndërkombëtare,
dhe kësisoj edhe plus dhe ta heqë të qafe zonjën Osmani nga Zoti Kurti. Pra unë mendoj që këtu janë krejt të skenar po të mundshëm, por mendoj që skenari VVLDK për një president të përbashkët i cili e bën një të dheq në kuvend, mund të shihet edhe se interes, sepse Zoti Kurti e kryta këtë me qito dhe po e thot që unë jam interesum të dëgjoj opozitën çka mendon për presidentin. Nuk po thot që unë e kom Vjosa Osmani edhe hajde një votoni Vjosën Osmani. Nëse s'doni me votu zonjën Osmani, atë përshkojmë zgjedhje. Jo, s'po thot e kom zonjën Osmani edhe hajde opozita votoni apo mos e votoni. Po thot jo me interesum me fol me opozitën për presidentin. Pa e thonë që unë jam për Vjosën Osmani.